Irani po rikthehet fuqishëm në skenën ushtarake globale duke rindërtuar me shpejtësi arsenalin e tij të raketave balistike në një kohë kur tensionet në lindjen e mesme mbeten në nivele të larta. Sipas një raporti të fundit, në fillim të përshkallëzimit të konfliktit, Teherani kishte në dispozicion rreth 2500 raketa balistike të afta për të lëshuar si nga platforma të lëvizshme në kamion, ashtu dhe në bazat e fshehura nën toksore. Por ajo që po shqetëson më shumë analistët nuk është vetëm përdorimi i tyre gjatë luftës, por ritmi i shpejtë i rikuperimit. Në fund të një përballje 12 ditore gjatë qershorit të kaluar, arsenali i Iranit ishte reduktuar në rreth 1500 raketa. Sot, sipas të njëjtit burim, numri i tyre llogaritet sërish në rreth 1000 njësi operative. Megjithatë, zhvillimi më alarmues lidhet me kapacitetin prodhues. Në vetëm 8 muaj Irani ka arritur të prodhojë rreth 1000 raketa të reja, duke dëshmuar një aftësi të lartë industriale dhe një strategji të qartë për të mos mbetur i pambrojtur në asnjë moment. Ekspertët theksojnë se kjo qasje tregon se Irani nuk po synon vetëm të kompensojë humbjet, por të krijojë një rezervë të qëndrueshme që mund të përdoret në çdo përshkallëzim të ri. Përdorimi i platformave të lëvizshme dhe siloseve nën toksore e bën dhe më të vështirë neutralizimin e këtij arsenali nga kundërshtarët, duke rritur ndjeshëm rrezikun për një konflikt më të gjerë në rajon.